Kjo na ka trondit ne si komunitet për arsye se me sa po shohim ne ka degradu shoqëria, ka degradu më duket familja, se kjo nuk është vetëm një emet, bilesem që emeta kryesore është të familja, sepse një prind duhet të jetë psikolog për fëmijën e vet. Me fjalë duhet ta shohin edhe shqetësimin e fëmijës. Me fjalë unë them se pika parë është te prindi. Pastaj kanë përgjegjësi komuniteti, ka përgjegjësi mësuesi, ka përgjegjësi shteti. Ne jemi mundu kur kemi parë raste të tilla edhe të informojmë, sepse është edhe detyra jonë si prind që të informojmë institucionet, qoftë ato arsimore edhe policinë, jemi mundu ta kryejmë detyrën tonë, jo për të kryer pjesën e spillullëkut, por për të kryer detyrën sepse jemi prind mbi gjithë edhe ne vetë dhe duhet të jemi koshient për ata që shohim me sy tanë. Ka pasur raste të tjera ndoshta jo kaq të agravuara, por problematike në shkollë? Jo, në shkollë jo. Me thënë drejtën këtu në shkollë, ndoshta bën punën edhe arsimi ka bë punën e vet, me fjalë mësues, po edhe komuniteti këtu, edhe ne që jemi këtu prezent para shkollës, jemi mundu që një konfliktat të vogël që ta zgjidhim vetë shpejt dhe shpejt që mos i lëmë ta agravojnë më tepër kjo situatë. Ngjarje është ngjarje tepër e rëndë. Nuk është e para, as e fundit, po Zoti na dhash mend. To përmendim të më bëjnë drogat, tashashi, përmendim të nuk e di tash. Ndonë se një ndër faktorët janë lëndë narkotike? Përmendim të po. Po për shkolla konsumohet, si mendoni? Unë mendoj që po. Mendoj që po, po kontrolli duhet më shumë. Duhet të kontroll. Ndihemi keq kur ngjojmë raste të tilla. Edhe nuk është mirë që fëmijët, mosha e tyre të zgjidhin problemet me dhonë. Po pse ndodh sipas jush? Cilat janë faktorët? Po faktorët janë të ndryshëm, por kryesisht po ndjekin stilin e reperave për të treguar që jemi gangstera. Gjuha e dhunës e rrjeteve sociale që përdorin është të merr. Duhet edhe kontroll me kanë edhe policia atë natësh me i kontrollu se janë bën fëmija soli